Përshëndetje të dashur dëgjues. Historia që do të lexoni sot është një nga ato rrëfime që të lë pa frymë, ku realiteti përplaset me shokun, dhimbjen dhe të papriturën. Imagjinoni një mjek i cili çdo ditë përballet me dhjetëra pacient, duke u përpjekur të shpëtojë jetë e të jap shpresë. Por çfarë ndodh kur një ditë, ndërsa kontrollon një pacient e shtatzën, zbulon se ajo është gruaja e tij? Ky është momenti që i ndryshoi jetën një doktori, duke e hedhur në një vorbull emocionesh, dyshimesh dhe tronditje të pamas. Ai, i cili ishte mësuar të përballej me çdo situatë, këtë herë nuk arriti të përballonte goditjen e realitetit. Në sallën e spitalit, përpara kolegëve dhe pacientëve të tjerë, doktori i njohur ra pa ndjenja, sapo kuptoi të vërtetën e hidhur. Në një mëngjes të zakonshëm, qyteti ishte zgjuar me zhurmën e makinave dhe hapave të njerëzve që nxituan drejt punës. Në spitalin qendror, dritat e bardha ndriçonin korridoret e gjata, ku aroma e dezinfektuesve përzihej me tensionin e përditshëm të emergjencave. Ky ishte vendi ku çdo ditë zhvillohej një betejë e vogël mes jetës dhe vdekjes. Një botë ku emocionet personale shpesh duhej të fshiheshin pas një buzëqeshjeje të qetë. Në katin e tretë, në pavionin e ginekologjisë, punonte doktori i njohur Ardit Krasniqi. Ai ishte një nga specialistët më të respektuar të qytetit. Me përvojë më shumë se 15 vjet, ai kishte parë gjithçka. Lindje të vështira, çifte që qanin nga gëzimi kur shihnin fëmijën e parë, por edhe tragjedi që i linin plagë të pashlyeshme në shpirt. Për pacientët, Arditi ishte simboli i besimit dhe profesionalizmit. Për kolegët, ai ishte një shembull i disiplinës. Por brenda tij, ai mbante një lodhje të padukshme, një boshllëk që shpesh nuk e kuptonte as vetë. Arditi ishte i martuar prej 10 vitesh me Elenën, një grua e bukur dhe e përkushtuar, e cila punonte si arkitekte. Ata kishin kaluar shumë sfida së bashku, që nga fillimet e vështira kur jetonin në një apartament të vogël, deri tek momentet e suksesit profesional të dyve. Martesa e tyre dukej perfekte nga jashtë, por në të vërtetë vitet e fundit kishin sjellë ftohje, keqkuptime dhe një distancë të padukshme mes tyre. Për shkak të punës, Arditi shpesh mungonte në shtëpi, kthehej vonë, dhe lodhja ja shkatëronte dëshirën për të folur. Elena nga ana tjetër ndihej e lënë pas dore, edhe pse nuk e shprehte hapur. Një mëngjes i zakonshëm i tetorit, ndërsa Arditi po kontrollonte listën e pacientëve për atë ditë, emrat i rëshitën shpejt para syve. Kishte disa kontrolle rutinë, disa gra shtatzëna për eko dhe disa raste urgjente. Në mesin e atyre emrave, një i panjohur i tërhoqi vëmendjen: pacientja, kontroll shtatzënie. Shkronjat nuk i bën shumë përshtypje fillimisht, por zemra ju drodh për një sekond. Mund të ishte kushdo, por mendja i shkoi menjëherë te inicialet e gruas së tij, Elena Krasniqi. Ai shpejt e largoi mendimin, duke e bindur veten se ishte thjesht një rastësi. Rreth orës 10:30 dera e zyrës u hap dhe infermierja e tij, Nora, futi brenda pacienten e radhës. Arditi, i përqendruar në ekranin e kompjuterit, asgjë ngriti kokën fillimisht. Filloi të fliste me tonin e tij të zakonshëm profesional. Mirëmëngjes, zonjë. Mund të uleni. Do të shohim bashk rezultatet dhe pastaj do të bëjmë ekon. Zëri i gruas që ju përgjigje ngriti menjëherë kokën. Ishte një zë i njohur, një zë që e kishte dëgjuar me qindra herë në shtëpi, në darka familjare, në biseda të zakonshme. Zemra i rahu fort. Para tij, e ulur në karrigen e pacientit, ishte Elena. Ajo mbante një fustan të thjeshtë të errët, me barkun që i kishte filluar të rumbullakosej lehtë. Sytë e saj, të përzier me turpit dhe frikës, nuk guxuan ta shikonin drejt. Arditi mbeti i ngrirë, fytyra ju zbe dhe duart i dridheshin. Ai nuk po arrinte ta besonte. Elen, pëshpëriti ai, sikur fjalët nuk po i dilnin dot nga goja. Infermierja Nora, e hutuar nga reagimi i doktorit, mendoi se ndoshta bëhej fjalë për një paciente të njohur të afërt. Doktor, a dëshironi të vazhdojmë me kontrollin? Pyeti ajo, duke mos kuptuar çfarë po ndodhte. Por para se të përgjigjej, sytë e Arditit u errësuan. Një marramendje fort i pushtoi trupin dhe pa mundur të përmbahej, ai u rrëzua pa ndjenja në dysheme. Zhurma e rrëzimit shkaktoi panik në zyrë. Infermierja vrapoi menjëherë drejt tij, duke thirrur kolegët. Elena u ngrit në këmbë, sytë i mbushën me lot, por nuk guxoi ta prek. Ishte një situatë absurde. Burri i saj, mjeku i respektuar, kishte rënë pa ndjenja sapo kuptoi se gruaja e tij ishte paciente shtatzën në spitalin ku punonte ai. Brenda pak minutash, 2 mjek të tjerë hynë në dhomë dhe ngritën Arditin, duke e vendosur në një barel. Ai erdhi ngadalë në vete, fytyra e tij ishte ende e zbetë,
dhe shikimi i parë që kërkoi ishte ai i Elenës. Zemra i digjej nga pyetjet, si është e mundur? Pse nuk më the? Pse erdhe këtu fshehurazi? Elena qëndronte e ngrirë, me duart e lidhura para barkut, duke shmangur sytë e tij. Heshtja që mbizotëronte midis tyre ishte më e rëndë se çdo fjalë. Të nesërmen në mbrëmje në shtëpi, tensioni shpërtheu. Arditi ende nuk e kishte gjetur forcën të fliste me Elenën pas incidentit. Ai kishte dalë nga spitali me justifikimin e lodhjes, ndërsa kolegët e tij e kishin marrë situatën si diçka normale. Por brenda tij, gjithçka ishte shkatëruar. Pse Elena? Tha ai më në fund, duke thyer heshtjen. Pse u desh ta zbuloja në këtë mënyrë? Elena uli kokën. Lotët i rridhnin faqeve. Doja të tregoja, Ardit, por nuk dija si. Ti ke qenë gjithmonë i zënë, i ftohtë, çdo herë që përpiqesha të flisja, më shmangie. Dhe unë u ndjeva vetëm. Zemra e Arditit u thye. Pyetja që i përvëllonte mendjen nuk ishte thjesht fakti se gruaja e tij ishte shtatzën, por dyshimi i madh. A ishte ky fëmijë i tij? Elena, tha ai me një zë të dridhur, më thuaj të vërtetën. Ky fëmijë është imi. Heshtja e saj ishte përgjigja më e tmerrshme. Në këtë moment fillon drama e vërtet. Një doktor që shembet mes profesionit, dashurisë dhe dyshimit, dhe një grua që mban brenda saj një sekret të madh. Historia e tyre sapo kishte filluar, dhe rruga përpara do të ishte mbushur me tension, faj dhe të vërteta të dhimbshme. Mbrëmja kishte rënë rënd mbi apartamentin e tyre. Qyteti jashtë gumzhinte me zhurmën e makinave, por brenda shtëpisë së Arditit dhe Elenës sundonte një heshtje e rënd. Aq e dendur sa duke sikur edhe muret po e ndjenin. Pas incidentit në spital, Arditi ishte kthyer në shtëpi i tronditur. Nuk ishte mundur të flinte gjatë natës dhe çdo herë që mbyllte syt, pamja e Elenës me barkun e rumbullakosur i shfaqej para syve si një goditje e fortë në kraharor. Ai ecte poshtë lart në dhomën e ndenjes, ndërsa Elena rinte ulur në divan, me duart e mbledhura para barkut. Ishte e qetë nga jashtë, por fytyra e saj tregonte frikën e brendshme. Elena, tha Arditi më në fund, duke thyer heshtjen. Duhet të flasim. Nuk mund të qëndrojmë kështu, sikur asgjë s'ka ndodhur. Ajo uli kokën. Lotët ju mblodhen në sy, por nuk shpërthyen. E di, përshpëriti ajo. E di që të kam lënduar. Arditi ndaloi ecjen dhe u kthye nga ajo. Syti kishin marrë një ngjyrë të kuqe nga lodhja dhe zemërimi. Nuk është vetëm se më ke lënduar, Elena. Është fakti që nuk e di më çfarë është e vërtetë e çfarë është gënjeshtër mes nesh. Ti më fshehe shtatzënin. Dhe tani un kam një pyetje që më djeg. Ky fëmijë është imi. Fjalët i dolën të rënda, si thika që priste ajrin. Elena u drodh. Nuk e priste që ai të ishte kaq i drejt për drejt. Ardit, tha ajo duke ngritur kokën, si mund të mendosh diçka të tillë? Si mund të mos e mendoj? Shpërtheu ai. Ti e fshehe shtatzënin nga unë. Erdhe fshehurazi në spital. Dhe unë burri yt e zbulova rastësisht përpara kolegëve të mi. Çfarë duhej të mendoja tjetër? Elena ngriti dorën për të fshirë një lot që i rrëshiti në faqe. Nuk doja të ta fsheh për gjithmonë. Doja të gjeja momentin e duhur. Por çdo herë që përpiqesha të flisja, ti ishe i mbyllur, i ftohtë. Gjithmonë i zhytur në punë. Ndihesha sikur s'më dëgjoje. Nuk është justifikim, ja ktheu ai duke tundur kokën. Ky është fëmia ynë, nëse është i imi. Dhe një baba duhet ta di nga fillimi. Elena heshti. Ajo e kuptonte dhimbjen e tij, por brenda saj kishte një peshë tjetër, më të rëndë, që nuk guxonte ta nxirrte. Ditët që pasuan u bën edhe më të rënda. Në spital, kolegët e Arditit i bënin pyetje të thjeshta, duke menduar se ai ishte rrëzuar nga lodhja. Askush nuk e dinte të vërtetën e plotë. Ai, megjithatë, e ndjente që nuk mund të përqendrohej më në punën e tij si më parë. Çdo pacient e shtatzën i kujtonte Elenën. Çdo eko që bënte, i sillte ndërmend pyetjen që e mundohej. A është ky fëmijë im apo jo? Një pasdite, teksa po përfundonte punën, ju afrua miku i tij ngushtë dhe kolegu i vjetër, doktori Besian. Ardit, i tha ai me një buzëqeshje miqësore, çfarë po ndodh me ty? Nuk je më si më parë. Edhe pacientët po e vënë re. Arditi pshërtiu. Nuk kishte ndërmend t'i tregonte askujt për atë që po përjetonte, por nga ana tjetër ndjente nevojën të shfryhej. Është personale, tha ai shkurt. Shumë personale. Besiani nuk shtyu më tej, por ja vuri dorën në shpatull. Atëherë kujdesu për veten, mik. E di që e fsheh gjithçka pas punës, por jo gjithçka shërohet në spital.
Fjalët e tij i mbetën Arditit në mendje. Jo gjithçka shërohet në spital. Ndoshta kjo ishte e vërteta. Në shtëpi marrëdhënia mes tij dhe Elenës po shuhej dita ditës. Ata flisnin pak, hanin darkë në heshtje dhe shpesh flinin në dhoma të ndara. Por brenda tyre tensioni po rritej. Arditi vendosi që nuk mund të jetonte më me dyshime. Një mbrëmje, ndërsa Elena po lexonte një libër në dhomën e gjumit, ai hyri brenda dhe e pyeti drejt. Do të bëjmë një test atësie. Dua të di të vërtetën. Elena ngriti syt e tronditur. Çfarë? Ardit, unë jam gruaja jote. Si mund të kërkosh një gjë të tillë? Pikërisht sepse je gruaja ime, ja ktheu ai. Sepse nuk dua të jetoj më me dyshime. Dua të di të vërtetën, edhe nëse është e dhimbshme. Elena uli librin dhe shtrëngoi barkun e saj me duar. Ti mendon se jam tradhtare, tha ajo me një zë të thyer. Dhe kjo më vret më shumë se çdo gjë tjetër. Më vret që nuk më tregove, tha ai. Më vret që më fshehe diçka kaq të madhe. Ajo nuk foli më. Lotët filluan t'i rridhnin. Dhe Arditi kuptoi se çfarëdo që të thoshte, plagët e tyre tashmë ishin hapur. Netët e mëvonshme u mbushën me ëndra të çuditshme për Arditin. Ai shihte veten në sallën e lindjes, duke mbajtur një fëmijë në krah. Por fytyra e fëmijës ndryshonte çdo herë. Një herë i dukej se kishte sytë e tij, një herë sytë e dikujt tjetër që nuk e njihte. Zgjohej i djersitur, me një boshllëk të madh në kraharor. Një mëngjes, ndërsa po pinte kafen, mori një vendim. Elena, tha ai, nëse nuk do të më thuash të vërtetën, do ta zbuloj vetë. Ajo nuk u përgjigj. Vetëm uli syt dhe heshti. Tensioni mes tyre nuk mbeti i fshehur për shumë kohë. Miq të afërmit, madje edhe fqinjet nisën të vërenin se diçka nuk shkonte. Elena ndaloi së daluri shpesh, ndërsa Arditi u zhyt edhe më shumë në punë. Por pa qetësi. Çdo herë që shihte gratë shtatzëna në spital, mendja i shkonte te gruaja e tij. Çdo herë që dëgjonte një të qeshur fëmijë, ndjente një thik në shpirt. Në një prej netëve më të vështira, ndërsa po rinte vetëm në dhomën e tij, mori telefonin dhe filloi të shfletonte mesazhet e vjetra mes tij dhe Elenës. Kishte qindra biseda plot dashuri, plane për të ardhmen, ëndra që dikur i ndanin së bashku. Si arritëm deri këtu, pyeti veten. Por në fund pyetja e vetme që e rëndonte mbeti e njëjta. Kujt i përket ky fëmijë? Pjesa e dytë e historisë përfundon këtu, me Arditin të kapur mes dashurisë, dyshimit dhe dhimbjes. Ai tashmë është i vendosur të zbulojë të vërtetën, pavarësisht se çfarë do të thotë kjo për martesën e tij. Ndërsa Elena vazhdon të hesht, misteri thellohet. Dhe çdo ditë që kalon, ora e lindjes afrohet gjithnjë më shumë, duke e bërë gjithçka edhe më të tensionuar. Netët në shtëpinë e Arditit ishin bërë të padurueshme. Një heshtje e zgjatur që dikur ishte një shenjë qetësie, tashmë ishte bërë armiku i tyre më i madh. Çdo gjë e vogël merrte peshë jashtëzakonshme. Një shikim i shmangur, një fjalë e papërfunduar, një derë mbyllur me nervozizëm. Dhe barku i Elenës që çdo ditë rritej, ishte kujtimi i përhershëm i një të vërtetë të fshehur. Arditi nuk mund të qëndronte më i heshtur. Ai e ndjente se po çmendej. Një mbrëmje, pasi u kthye nga spitali i raskapitur, e gjeti Elenën në kuzhinë duke përgatitur darkën. Aroma e supës mbushi dhomën, por atij ju duk sikur ajri ishte i rënd dhe i hidhur. Elena, tha ai, duke e thyer heshtje me një ton të prerë, kjo duhet të marrë fund. Ajo ngriti kokën ngadalë. Çfarë do të marrë fund? Ky mister, ky tmerr që po na vret çdo ditë. Më thuaj të vërtetën tani. Ky fëmijë është imi apo jo? Zëri i tij u ngrit dhe pjata që mbante Elena i ra nga duart, duke u thyer në tokë. Lotët i shpërthyen pa kontroll. Mos më pyet, Ardit. Të lutem, mos më pyet. Do të më thuash. Bërtiti ai, duke e kapur fort nga krahu. Sepse nëse nuk më thua ti, unë do ta zbuloj vetë. Dhe atëherë nuk do të ketë më kthim pas. Ajo u çlirua nga dora e tij dhe u tërhoq, duke u mbështetur te banaku. Ti nuk e kupton, tha mes lotësh. E vërteta do të shkatërroj. Më ke shkatëruar tashmë, ja ktheu ai me një zë të thyer. Të nesërmen, Arditi nuk shkoi më një herë në spital. Ai mori një ditë pushimi, diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Kishte vendosur të hetonte vetë. Mendja e shkonte vetëm te një mundësi. Nëse Elena kishte qenë me dik tjetër. Por me kë? Mori telefonin dhe nisi të shfletonte oraret e saj, mesazhet, çdo shenjë që mund t'i tregonte diçka. Elena gjithmonë kishte qenë e kujdesshme, nuk kishte lënë asnjë gjurmë të qartë.
por një numër i panjohur i shfaqej disa herë në mesazhet e vjetra, me biseda të shkurtra e të koduara. Ai mori frymë thellë dhe e thirri. Pas disa zileve, një zë mashkulli ju përgjigj. Po kush është? Arditi mbeti i heshtur për disa sekonda. Unë jam burri i Elenës, tha më në fund me zë të ulët por të prerë. Kush je ti? Në anën tjetër kishte një heshtje. Pastaj zëri u bë i ftohtë. Nuk është mirë të flasim në telefon. Më tako. Ku? Në kafenen pranë sheshit të madh. Pas dite. Dhe telefonata u mbyll. Ora 17:00. Arditi hyri në kafenen e vogël, ku muzika e qetë kontrastonte me zemrën e tij që i rrite fort. Në një tavolinë anash, një burr rreth të 40-ave e priste. Kishte fytyrë të ashpër, sy të errët dhe një qetësi të frikshme. Ti je? Pyeti Arditi duke u ulur. Po, tha burri. Jam Erioni. Emri nuk i thoshte asgjë. Arditi e shikoi drejte në sy. Çfarë ke ti me gruan time? Erioni piu një glëni kafe dhe u mbështet pas. Ndoshta më shumë se sa do të doje të dëgjoje. Arditi ndjeu sikur toka ju hap nën këmbë. Fëmia, pëshpëriti. Nuk jam këtu për të dhënë përgjigje, tha Erioni ftohtë. Ato duhet i marrësh nga Elena, por dije një gjë. Ajo ka mbajtur një sekret të madh për shumë kohë, dhe ti si burri i saj ke të drejtë ta dish. Atëherë pse nuk më tregon? Shpërtheu Arditi. Sepse nuk është e imja ta them, është e saj. Arditi u ngrit me nervozizëm, por Erioni shtoi diçka që e ngriti edhe më shumë tensionin. Kujdes, doktor. E vërteta nuk është gjithmonë ajo që duket. Kur u kthye në shtëpi, Elena e pa në fytyrë dhe kuptoi se diçka kishte ndodhur. Ke qenë me të, apo jo? Tha ajo me një herë. Me kë? U shtir ai. Me Erionin. Arditi u ndal. Pra e pranon që e nje. Elena uli kokën. Po, e njoh. Kush është? Çfarë ka të bëj me ty? Dhe me këtë fëmijë? Ajo nisi të dridhej. Erioni është një pjesë nga e kaluara ime. Një pjesë që doja ta mbaja të fshehtë. Arditi e shikoi me sytë që i digjnin. E kaluara jote tani po shkatëron të ardhmen tonë. Elena e qau me dënesë. Nuk ishte tradhti, Ardit. Nuk ishte siç mendon ti. Ishte diçka tjetër, por nuk e tha dot të plotën. Ditët kalonin dhe fëmia rritej në barkun e saj, ndërsa misteri thellohej. Arditi tashmë nuk e njihte më gruan e tij. Një mbrëmje, teksa po flinte në divan, ëndërroi sërish. Pa Elenën në sallën e lindjes, duke mbajtur një foshnjë. Por këtë herë në krah të saj nuk ishte ai, por Erioni. Ai u zgjuai përflakur me një të ftohtë në trup. Të nesërmen vendosi ta përballej sërish. Elena, i tha, nëse nuk më tregon të vërtetën, unë do të lë. Nuk mund të jetoj më kështu. Ajo e pa në sy, e lodhur, e thyer. Do ta mësojsh të vërtetën, Ardit, por të lutem, mos më ure kur ta dëgjosh. Thuaje. Bërtiti ai. Elena mori frymë thellë. Erioni është vëllai yt i humbur. Arditi ngriti syt i tronditur. Çfarë? Po, përshpëriti ajo. Vëllai yt i gjakut. Një histori që familja jote e ka fshehur prej vitesh. Dhe unë rash në kontakt me të para disa muajsh. Nuk doja ta tregoja, sepse e dija që do të shkatëronte gjithçka. Por fëmia është i yti, Ardit. Vetëm i yti. Ai u tërhoq disa hapa pas, sikur dhoma po rrotullohej. Gjithçka që kishte menduar deri tani u shem në një çast. Nuk bëhej fjalë për tradhti, por për një sekret familjar, për një plagë të vjetër që po dilte në dritë. Elena vazhdoi me zë të ulët. E lash të hyj në jetën time vetëm sepse doja të kuptoja të shkuarën tënde, Ardit. Ai nuk ka të bëj me fëmijën, por tani që e di çfarë do të bësh. Arditi nuk kishte përgjigje. Zemra i rrite fort dhe vetmja gjë që i vinte ndërmend ishte. E vërteta sapo kishte filluar të zbulohej. Shiu binte rënd atë mbrëmje. Pikat përplaseshin mbi dritare, duke krijuar një melodi të frikshme që e shtonte më tej ankthin në apartamentin e Arditit. Ai ecte poshtë lart i përhumbur, ndërsa fjalët e Elenës i kumbonin në mendje. Erioni është vëllai yt i gjakut. Nuk mund ta besonte. Kishte kaluar vite duke jetuar me idenë se ishte fëmijë i vetëm. Prindërit e tij nuk kishin përmendur kurrë asgjë. Dhe tani, pas kaq kohësh, gruaja e tij ja thoshte në mënyrën më të çuditshme të mundshme. Elena, tha i më në fund, duke ndalur hapa dhe duke e parë drejt, dua gjithçka. Nga fillimi deri në fund. Pa fshehur asgjë.
Elena ul ngadalë në divan. Barku i saj i madhe bënte të lëvizte me vështirësi. Por në sytë e saj kishte një lodhje që nuk kishte të bënte vetëm me shtatzënin. Ishte lodhja e një njeriu që kishte mbajtur një barë të rënd për shumë kohë. Kur u martuam, nisi ajo me zë të dridhur, mami jot më thiri një ditë veçmas. Më tregoi diçka që nuk ta kishte thënë kurrë. Arditi u ngrit me një herë në këmbë. Çfarë të tha? Që ti nuk ishe i vetmi fëmijë. Që para teje, prindërit e tu kishin pasur një djalë tjetër. Por për arsye që nuk i shpjegoi kurrë deri në fund, ai fëmijë u dha përmirësim. Ishte koha e vështirë e viteve 90. Babai yt kishte probleme të mëdha financiare, ndërsa mamaja jote ishte e sëmurë. Ata nuk mund të mbanin dy fëmijë, dhe kështu vendosën ta jepnin. Arditi e ndjeu sikur i mungoi oksigjeni. Po pse nuk më than kurrë? Pse ma fshehën? Mbase nga turpi, përshpëriti Elena. Mbase nga frika që ti nuk do t'i falje kurrë. Ai ra në koltuk, i shokuar. Për vite kishte menduar se njihte historinë e familjes së tij, dhe tani e kuptonte se kishte jetuar në një gënjeshtër. Erioni është ai djalë, Ardit, vëllai yt i madh. Ai e kishte kërkuar prej kohësh familjen e tij të vërtetë, dhe më në fund e gjeti përmes meje. Arditi ngriti kokën me habi. Përmes teje, si është e mundur? Elena uli syt. Para disa muajsh rastësisht, unë punoja në një projekt ku ai ishte klienti kryesor. Nuk e dija kush ishte në fillim, por një ditë ai më pyeti mbi emrin tim. Kur i thash se jam e martuar me Krasniqi, ai u habi. Pastaj filloi të më bëj pyetje, dhe pak nga pak e kuptova të vërtetën. Dhe ti nuk më tregove asgjë. Zëri i Arditit u ngrit. Ti lejoje që unë të ecja në errësirë, ndërsa ai më shihte çdo ditë pa më thënë se ishte vëllai im. Nuk doja të lëndoja, tha ajo duke qajtur. Doja të gjeja momentin e duhur. Por koha kalonte dhe unë e humba guximin. Arditi nuk mund të flinte atë natë. Çdo fjalë e Elenës i dukej si një thik. Kujtonte fëmijërinë e tij, lojërat vetëm, dëshirat për një vëlla ose motër, dhe bisedat e prindërve që gjithmonë i shmangeshin pyetjeve të tij. Tani gjithçka merrte një kuptim tjetër. Në mëngjes vendosi të shkonte te prindërit e tij. Jetonin në një shtëpi të vjetër në periferi, ku gjithçka kishte mbetur e njëjtë prej dekadash. Nëna e tij, një grua e brish me flokë të thinjur, e hapi derën me buzëqeshje. Bir, çfarë surprize e bukur. Arditi nuk u përmbajt. Më thuaj të vërtetën, mami. A kam një vëlla tjetër? Buzëqeshja ju ngrir në fytyrë. Ajo uli syt dhe duart ju drodhen. Kush të tha? Elena. Dhe Erioni. Një lot i vetëm i rëshiti në faqe. Po, Ardit, është e vërtet. Në atë moment, dera tjetër u hap dhe babai i tij doli, duke mbajtur gazetën. Kur pa fytyrën e të birit, e kuptoi gjithçka. E mësove. Arditi u hodh mbi ta me zemërim. Si guxua ta fshehni nga unë gjithë jetën time? Si mundet t'i mohoni gjakun tuaj, dhe të më rrisni duke më gënjur çdo ditë? Babai i tij uli kokën. Bëm atë që menduam se ishte më mirë. Ishin kohë të vështira, Ardit. Unë isha i papunë, mamaja jote ishte në spital. Kishim frikë se nuk do të mbjetonim dot. Një qift i pasur na ofroi mundësinë ta rriste atë fëmijë. Ne pranuam, dhe pastaj u penduam, por ishte tepër vonë. E doja ta dija, tha Arditi me lot në sy. E meritoja të dija që kisha një vëlla. E dim, tha ëma, dhe na vret çdo ditë që nuk ta tham. Tani gjithçka kishte ndryshuar. Arditi nuk ishte më thjesht një burr i plagosur nga dyshimet për shtatzëninë e gruas. Ai ishte një njeri që sapo kishte zbuluar një të kaluar të fshehtë, një vëlla të humbur, dhe një histori që ja kishte përmbysur jetën. Kur u kthye në shtëpi, Elena e priti me fytyrë të lodhur. Fole me ta. Po, tha ai shkurt, dhe më than gjithçka. Dhe tani, pyeti ajo. Ai nuk e dinte përgjigjen, por diçka e dinte me siguri. Erioni nuk ishte thjesht një njeri i huaj që kishte hyrë në jetën e tyre. Ai ishte pjesë e tij, dhe ky fakt e bënte gjithçka edhe më të ndërlikuar. Ditët kaluan me tension. Arditi e kërkoi Erionin disa herë për t'u takuar. Herën e parë ai refuzoi, herën e dytë pranoi. U takuan në një park, larg syve të tjerëve. Ti e vëllai im, tha Arditi, ende i tronditur. Po, tha Erioni duke buzëqeshur hidhur. Por një vëlla që familja jote e mohoi. Nuk ishte vendimi im, tha Arditi. Ishte i prindërve tanë.
Dhe megjithatë, ti u rrite me dashurinë e tyre, ndërsa unë u rrita me të huaj, të pasur po, por pa gjakun tim, pa historinë time, dhe çdo ditë ndjeja boshllëkun. Arditi uli sy. E kuptoj, por ne mund ta rregullojmë këtë. Mund të nisim nga e para. Erioni tunte kokën. Nuk është kaq e thjeshtë, sepse unë nuk dua vetëm të njihem me ty. Dua të di gjithçka. Dua të marr atë që më takon. Çfarë do të thuash? Erioni e shikoi me një shikim të ftohtë. Trashëgimin, vendin tim, familjen që më është mohuar, dhe nuk do të largohem derisa ta kem. Kur u kthye, Arditi ishte edhe më i tronditur. Jo vetëm që kishte një vëlla të humbur, por ky vëlla po vinte me kërkesa, me një hakmarrje të fshehur që po e bënte gjithçka edhe më të rrezikshme. Elena e pa në sy dhe tha vetëm, të paralajmërova, e vërteta do të shkatëronte. Ai u ul pranë saj, duke vendosur dorën mbi barkun e saj. Nuk e di çfarë do të ndodh, Elena, por di një gjë. Ky fëmijë është shpresa jone vetme. Ai duhet të vijë në jetë pa barrën e gënjeshtrave tona. Elena qau në heshtje, sepse e dinte se nata e lindjes po afrohej, dhe me të do të vinte edhe momenti së vërtetës përfundimtare. Natën e fundit të qetësisë në atë shtëpi, ora shënonte pak pas mesnatës. Arditi ishte ulur në dhomën e ndenjes, pa gjumë, me një gotë ujë në dorë. Mendja i sillte rrotull fytyrën e Erionit, fjalët e tij të ftohta, kërcënimin e qartë. Dua atë që më takon. Në dhomën tjetër, Elena flinte, por jo qetësisht. Barku i saj i madh lëvizte her pas here, dhe fytyra e saj rrudhej sikur të ishte në gjysmë ëndër të shqetësuar. Arditi e shikonte her pas here me një ndjenjë të dyfisht, dashuri të pafundme dhe frikë të thellë. Ai e donte atë grua, por një pjesë e tij nuk mund të harronte faktin që ajo ja kishte fshehur të vërtetën për muaj me radhë. Të nesërmen, ndërsa agoi dita, dera e shtëpisë u trokit fort. Arditi e hapi dhe pa përballë Erionin. Kishte ardhur pa paralajmërim, me një dosje të zezë në dorë dhe një shikim që nuk njihte asnjë hezitim. Është koha të flasim seriozisht, tha ai pa përshëndetje. Arditi e la të hynte. Elena doli në korridor, e zbehtë. Erion, çfarë kërkon tani? Të vërtetën, tha ai duke hedhur dosjen mbi tavolinë. Këtu janë të gjitha dokumentet që kam mbledhur. Certifikata ime e lindjes, aktet e birësimit, gjurmët që më quan tek ju. Tani nuk kam asnjë dyshim. Jam vëllai yt, Ardit, dhe kam të drejtë në gjithçka që familja jote ka fshehur. Arditi hapi dosjen dhe pa fotokopje dokumentesh, vula, firmat e prindërve të tij. Gjithçka përputhej. Zemra i rrihte fort. Po pse tani? Pse pikërisht tani që unë pres një fëmijë? Shpërtheu Arditi. Erioni ul në karrige, i qetë, sikur kishte planifikuar gjithçka, sepse tani është koha që të vërtetat të dalin në dritë. Fëmia yt nuk duhet të lindë në një familje me gënjeshtra. Elena ngriti dorën. Mjaft, ju lutem. Ky tension po më vret. Unë nuk mund të përballoj më shumë. Por Erioni vazhdoi, i ftohtë. Do të kërkoj pjesën time të trashëgimisë. Do të dua të jem pjesë e familjes. Dhe nëse ju nuk e pranoni këtë, do të detyrohem t'i nxjerr të gjitha në gjykat. Arditi u ngrit me vrull. Kur nuk do të lejoj të shkatërosh familjen time. Në atë moment, Elena mbajti barkun me duar dhe u lëriti. Ardit, po më fillojnë dhimbjet. Gjithçka ndryshoi në sekond. Paniku pushtoi shtëpinë. Arditi vrapoi drejt saj, duke e mbajtur nga krahu. Shpejt, duhet ta çojmë në spital. Bërtiti ai. Edhe Erioni u ngrit menjëherë. Për një çast maska e tij e ftohtë ra dhe u pa frika në sytë e tij. Eja, do t'ju ndihmoj. Të dy burrat, të lidhur tashmë jo vetëm nga gjaku, por edhe nga momenti kritik, e ndihmuan Elenën të futej në makinë. Shiu kishte nisur sërish dhe rruga deri te spitali duke e pafund. Arditi ngjiste makinën me duar që i dridheshin, ndërsa Elena u lërinte nga dhimbjet. Erioni në sediljen e pasme i mbante dorën dhe e qetësonte. Frymo thellë, Elena, do të dalë gjithçka mirë. Në ato çaste nuk kishte vend për urrejtje apo debate. Ishte vetëm lufta për jetën e një fëmije që po vinte në këtë botë. Në spital gjithçka ndodhi me shpejtësi. Infermieret morën Elenën me barel. Arditi vrapoi pas tyre, por një mjek i ndaloi. Ju lutem, prisni këtu. Ne do të kujdesemi për të. Ai mbeti në korridor me zemrën që i rrihte fort. Për krah tij, në mënyrë të papritur, qëndronte Erioni.
Për herë të parë nuk ishin dy armiq që i shihnin njëri tjetrit me dyshim, por dy burra që prisnin të njëjtën mrekulli. Ardhje në jetë të një jete të re. Pas disa orësh të pafundme, një infermiere doli. Urime, doktor Krasniqi, tha ajo me buzëqeshje. Djali juaj ka lindur. Është i shëndetshëm dhe në gjendje të shkëlqyer. Arditi u mbulua me lot gëzimi. Por kur ajo tha doktor Krasniqi, sytë e saj ran pa dashur edhe mbi Erionin. Ai e kuptoi menjëherë dhe një buzëqeshje e hidhur ju shfaq në fytyrë. Djali yt edhe nipi im, tha ai me zë të ulët. Në dhomën e maternitetit, Elena e mbante foshnjën në krah. Ishte e lodhur, por sytë e saj ndriçonin nga dashuria. Arditi ju afrua ngadalë, duke parë krijesën e vogël që lëvizte me duart e brishta. Është mrekulli, përshpëriti ai. Por në atë çast dera u hap dhe Erioni hyri brenda. Për një moment heshtja mbretëroi. Elena ngriti kokën e shqetësuar. Arditi e shikoi me sy që digjeshin. Çfarë kërkon tani? E pyeti ai. Erioni u afrua, por jo me arrogancën e mëparshme. Kishte lot në sytë e tij. Dua vetëm ta shoh një herë. Një shikim të vetëm. Arditi nguroi, por Elena i zgjati fëmijën paksa, duke thënë: "Është gjaku yt gjithashtu." Erioni u përkul dhe pa foshnjën. Lotët ju derdhën pa e kuptuar. Gjithë jetën time kam kërkuar diçka që më mungonte dhe tani e ndiej. Ky fëmijë është lidhja jon. Një fill i ri. Por pastaj duke fshirë lotët, ai shtoi me zë të prerë. Dhe pikërisht për këtë, nuk do të largohem. Do të jem pjesë e kësaj familjeje, dëshirosh apo jo, Ardit. Këto fjalë ishin një thik në ajër. Dhoma që pak qaste më parë ishte mbushur me gëzim, u kthye në një fush beteje. Arditi u ngrit, i ndezur. Nuk do të lejoj të marrësh peng jetën time, as të birit tim. Elena i shikonte të dy, me lot në sy. Ajo e dinte se lindja e fëmijës nuk ishte fundi i dramës së tyre, por fillimi një lufte të re. Një lufte për të vërtetën, për trashëgimin, për dashurinë dhe për të ardhmen e asaj krijese të pafajshme. Në atë moment, fëmia nisi të qante fort, si të donte t'i paralajmëronte se nuk ishte koha për urrejtje. Ishte koha për të zgjedhur. A do të qëndronin bashkë si familje, apo do të ndaheshin përgjithmonë në emër të së kaluarës? Spitali kishte heshtjen e tij të zakonshme, por për Arditin ajo natë ishte më e trazuar se kur. Ai shëtiste në korridor si çmendur, ndërsa në dhomën pas tij Elena flinte e lodhur nga lindja. Fëmia, i vendosur në djepin e vogël, kishte qetësinë e pafajësisë, duke mos e ditur se mbi të tashmë ishte shtrirë hija e një konflikti të madh. Erioni nuk ishte larg. Ishte ulur në një karrige në fund të korridorit, duke e parë herë pas here derën e dhomës. Nuk i hiqte syt nga ajo derë, sikur aty të fshihej gjithçka që kishte humbur gjithë jetën. Arditi më në fund u kthye nga ai. "S'mund të rish më këtu. Duhet të largohesh." Erioni ngriti kokën me një buzëqeshje ironike. "Po largohem, por mos harro. Ky fëmijë është gjaku im gjithashtu. Unë nuk jam më i huaj, Ardit. Tani jam pjesë e historisë tënde, qofsh ti gati ta pranosh apo jo." Arditi u afrua, duke e parë drejt në sy. "Nëse mendon se do të marrësh diçka nga unë, e ke gabim. Ky është fëmia im, kjo është familja ime." "Familja jote," përshpëriti Erioni me zë të ftohtë, "është ndërtuar mbi një gënjeshtër. Dhe një ditë do ta paguash për këtë." Kur dolën nga spitali disa ditë më vonë, Arditi dhe Elena u përpoqën të ktheheshin në normalitet, por normalitet nuk kishte më. Në çdo hap ndjenin hijen e Erionit. Ai dërgonte mesazhe, kërkonte takime, i telefononte prindërve të tyre. Madje kishte filluar të afrohej me disa kushërinj që Arditi nuk i kishte parë prej kohësh. "Ai po përpiqet të na shkatërrojë nga brenda," tha Arditi një mbrëmje, ndërsa mbante foshnjën në krah. Elena u ul pranë tij. "Ai kërkon të drejtën e vet, Ardit. Dhe ti duhet ta kuptosh se ndoshta nuk mund ta mbash gjithçka të fshehtë." "Po çfarë do të thotë kjo?" shpërtheu ai. "Të ndaj me të shtëpinë, jetën time, fëmijën tim." Elena uli kokën. "Jo, por ndoshta duhet të mendosh ndryshe. Ndoshta ai nuk është vetëm një kërcënim. Ndoshta është një mundësi për të shëruar plagët e familjes." Arditi qeshi hidhur. Nuk shërohen plagët duke hapur plagë të reja. Një ditë, prindërit e Arditit i ftuan të tre në shtëpinë e vjetër familjare. Ishte hera e parë që do të uleshin bashkë në një tryezë, si një familje e plot. Arditi nuk donte të shkonte, por Elena këmbënguli. Kur mbërritën, atmosfera ishte e rëndë. Nëna e tyre kishte përgatitur ushqim, por askush nuk kishte oreks.
Babai I tyre nisi të fliste. Bitë mi, kemi bërë një gabim të madh vite më parë. E dim që nuk ka falje, por jemi të lodhur duke jetuar me këtë barë. Sot duam të tregojmë gjithçka. Erioni u përkul përpara. Të gjitha, apo përsëri do të lini diçka të fshehur. Nëna e tyre nisi të qante. Kur lindi Erioni, unë isha shumë e sëmur. Mjekët thoshin se nuk do të mbjetoja dot. Babai yt nuk ishte punë. Kishim frikë. Një çift I pasur pa fëmijë na ofroi ta rrisnin. Ne pranuam, por kur më pas u përmirësuam, ishte tepër vonë. Ata nuk donin ta kthenin. Arditi shtrëngoi grushtat, dhe gjithë jetën time më gënyet. Babai uli kokën. Po, dhe ka një sekret tjetër, një sekret që se kemi thënë kur. Të gjithë ngritën sy. Çfarë? Pyeti Arditi. Babai mori frymthell. Njeriu që adoptoi Erionin nuk ishte një I huaj. Ishte gjyshi yt nga ana e nënës. Ai kishte pasuri, kishte gjithçka. Dhe donte ta mbante Erionin për vete. Erioni u ngrit në këmbë, I tronditur. Çfarë po thua? Do të thot se unë jam rritur nga gjyshi im I vërtet. Po, tha babai. Ai e mori, duke thënë se ishte për të mirën tonë. Por në të vërtet, e donte pranë vetes si trashëgimtar. Një heshtje e rënd pushtoi dhomën. Pas atij takimi, gjërat u ndërlikuan edhe më shumë. Erioni tashmë kishte prova jo vetëm që ishte pjesë e familjes, por edhe trashëgimtar I drejt për drejt I pasurisë së gjyshit. Ai nisi të lëvizte shpejt, duke kërkuar dokumente ligjore, duke folur me avokat. Një natë, Arditi e pa nga dritarja e apartamentit të tij. Erioni ishte në rrugë, duke e pritur. E takoi dhe para se të fliste, Erioni tha: "Nuk është më thjesht një çështje familjare, Ardit. Tani është një çështje ligjore, dhe unë do të marr gjithçka që më takon." Arditi ju afrua me zemërim. "Nëse guxon të prekësh familjen time, do të më kesh përballë deri në fund. Do të më kesh gjithsesi," tha Erioni duke u larguar ngadalë. Elena po bëhej gjithnjë më e dëshpëruar. Ajo I lutej të dyve të gjenin një rrugë pajtimi, por askush nuk dëgjonte. Tensioni ishte bërë pjesë e përditshmërisë. Fëmia shpesh qante, sikur ndjente se shtëpia e tij ishte mbushur me stuhi. Një natë, ndërsa Elena po jepte gjifoshnjës, Arditi ju afrua. "Nuk e di sa gjatë mund ta përballoj këtë. Ai po na shkatëron." Elena ngriti syt me lot. "Ardit, nëse vazhdon ta shohësh vetëm si armik, do ta humbasësh. Dhe do humbasim të gjithë." Arditi uli kokën. "Ndoshta e kam humbur tashmë." Pak ditë më vonë, ndodhi ajo që askush nuk e kishte pritur. Një telefonat e papritur nga avokati I familjes. "Duhet të vini menjëherë. Ka dalë në dritë testamenti I gjyshit tuaj." Kur mbërritën, dhoma ishte plot dokumente. Avokati nisi të lexoj. Sipas testamentit, pasuria ndahet mes dy djemve të gjakut, Arditit dhe Erionit. Jo vetëm kaq, por gjyshi ka lënë një klauzol. Nëse këta dy vëllezër nuk bashkëpunojnë dhe nuk ndërtojnë diçka së bashku, pasuria do t'i kalojë shtetit. Arditi dhe Erioni e pan njëri tjetrin. Për herë të parë, nuk ishte thjesht urrejtje. Ishte një pyetje. A do të mund të bashkoheshim për një qëllim të përbashkët? Erioni buzëqeshi me hidhërim. "Pra, duket se jemi të dënuar të jemi bashk." Arditi shtrëngoi dhëmbët. "Jo bashk, por të lidhur nga gjaku dhe nga e shkuara. Dhe kjo është më e fortë se gjithçka." Në atë çast, Elena hyri në dhomë me foshnjën në krah. "Shikoni," tha ajo me lot në sy. "Ky është fillimi I një jete të re. A do t'ja lini të trashëgoj urrejtjen tuaj, apo dashurinë tuaj?" Të dy burrat heshtën, dhe për herë të parë menduan jo për veten, por për atë fëmijë që I shikonte me sytë e tij të pafajshëm. Mbrëmja kishte zbritur ngadalë mbi qytet, duke sjellë qetësinë e saj të rreme. Në dukje gjithçka dukej normale. Rrugët e ndriçuara, njerëzit që ktheheshin në shtëpi, tingujt e jetës së përditshme që vazhdonin si zakonisht. Por për doktor Adrianin, çdo gjë ishte kthyer përmbys. Ai nuk ishte më I njëjti burr që kishte qenë para pak javësh. Çdo natë, çdo frymëmarrje, çdo hap I tij, I dukej si një përballje me një të vërtetë që e dishte brenda. Në shtëpi mbizotëronte heshtja. Elira, gruaja e tij, përpiqej të sillej sikur gjithçka ishte në rregull. Kujdesej për beben që mbante në bark, buzëqeshte her pas here, dhe mundohej të mbulonte me një lloj normaliteti të sajuar frikën që ndjente. Por sytë e saj e tradhtonin. Ata sy nuk ishin më të qetë, ishin plot me një ankth të fshehur, si të dikujt që jeton çdo moment në frikën e zbulimit.
Adriani nuk arrinte ta shihte si më parë. Çdo herë që syt i ndaleshin te barku i rumbullakosur, i dukej sikur dëgjonte një zë të brendshëm që e pyeste: "A je ti babai i këtij fëmije?" Dhe kjo pyetje ishte një mallkim që nuk i ndahej kurrë. Një mbrëmje, ndërsa të dy ishin ulur në dhomën e ndenjes, ai vendosi të fliste. Zëri i tij ishte i lodhur, por i prerë. "Elira, nuk mund të jetojmë kështu. Po ç'mendem? Dua të di të vërtetën. Dua ta di kush është babai i fëmijës që ti po pret." Elira ngriti kokën e befasuar nga toni i tij. Lotët i rëshitën me njëherë në faqe, sikur zemra e saj e kishte pritur këtë përballje prej kohësh. "Adriun," ajo ndaloi duke marrë frymë thellë. Nuk ishte diçka që doja të ndodhte. Nuk ishte planifikuar. Ishte një moment dobësie. Një çast ku ndjeva boshllëk dhe Adriani e ndërpreu me një goditje të dorës mbi tavolinë. "Një moment dobësie. Ti më the se më doje, se unë isha jeta jote. Dhe tani më thua se një çast dobësie mjaftoi për të prishur gjithçka." Elira mbuloi fytyrën me duar dhe nisi të qante me ngashërim. Zëri i saj u drodh kur foli. "Ai fëmijë nuk e di. Nuk jam e sigurt kush është babai i tij." Këto fjalë ran mbi Adrianin si një rufe. Ndjeu se po i merrej fryma. Për një çast ju duk sikur muret e shtëpisë po afroheshin drejt tij, duke e mbytur. U ngrit dhe filloi të ecte nëpër dhomë, i tronditur, i thyer. "Nuk je e sigurt," pëshpëriti ai. "Nuk je e sigurt. Elira, a e kupton çfarë ke bërë me jetën tonë? Me dashurinë tonë?" Ajo nuk foli. Heshtja e saj ishte një përgjigje më e rëndë se çdo fjalë. Adriani kaloi ne të tëra pa gjumë pas atij momenti. Filloi të mendonte për testin e atësisë, për të vërtetën shkencore që mund ta çlironte ose ta fundosje përfundimisht. Por, një pjesë e tij e dinte se nuk ishte thjesht çështje biologjie. Ishte çështje besimi. Dhe besimi një herë i thyer, nuk rikthehej më kurrë i plot. Ndërkohë në spital, kolegët kishin filluar të vërenin ndryshimet e tij. Ai nuk ishte më i përqendruar, shpesh harronte takime, bëhej nervoz me pacientët. Ishte kthyer në një njeri që ecte me hijen e tij, duke humbur identitetin e dikurshëm. Një natë, ndërsa po qëndronte vetëm në zyrën e tij, duke parë analizat e pacientëve, ra një telefonat që do ta thellonte edhe më shumë në humnerën e dyshimeve. Një zë mashkulli i panjohur, por i sigurt, i tha: "Doktor, ndoshta është më mirë të mos kërkoni shumë. Fëmia që pret gruaja juaj nuk është rasti juaj për të shpëtuar. Është diçka që duhet ta pranoni dhe ta lini të qetë." Zëri u mbyll dhe Adriani mbeti duke dëgjuar tingullin monoton të telefonit që kishte rënë. Djersa i pikonte në ball. Zemra i rrihte fort. Kush ishte ai burr? Si e dinte ai për situatën e tyre? Dhe pse po i kërkonte të mos kërkonte më shumë? Kjo nuk ishte më thjesht një çështje tradhtie bashkëshortore. Ishte diçka më e madhe, më e errët. Dhe Adriani e ndjeu se betejë e tij sapo kishte filluar. Netët e fundit për doktor Adrianin ishin kthyer në një luftë të përhershme mes mendjes dhe zemrës. Çdo herë që mbyllte syt, ai shihte fytyrën e Elirës, shihte barkun e saj të rumbullakosur, shihte një jetë që po vinte në këtë botë. Dhe me njëherë më pas, një hije e errët i fanitej në mendje, një burr pa fytyrë. Zëri të cilit i kishte thënë të mos kërkonte më shumë. Kjo hije ndiqte kudo. Në korridoret e spitalit, në zhurmën e aparaturave, në qetësinë e natës kur përpiqej të merrte frymë. Ai nuk ishte më një mjek i qetë, një burr i dashur, një njeri me ëndra. Ishte një shpirt i ndarë më dysh, i torturuar nga dyshimi. Një mëngjes vendosi të ndërmerrte hapin e fundit. Kishte kontaktuar një laborator të huaj dhe kishte kërkuar testin e atësisë në fshehtësi. Kishte marrë një mostër gjaku nga Elira dhe fshehur azi një mostër të ADN-s së fëmijës së palindur përmes amniocentezës. Ishte i vetmi shans për të mësuar të vërtetën. Ai nuk i tregoi askujt, as Elirës, as kolegëve. Ishte një betejë që e duhej ta përballonte i vetëm. Dita kur përgjigjet mbërritën ishte errët dhe me shi. Qielli dukej sikur po qante mbi qytet. Adriani, i vetëm në zyrën e tij, hapi zarfin me duar që i dridheshin. Çdo qelizë e trupit të tij rrihte fort. Letra ishte e shkurtër, e ftohtë, e prerë. Testi i atësisë, rezultati negativ. Subjekti nuk është babai biologjik i fëmijës. Adriani uli kokën mbi tavolinë dhe ndjeu sikur po i binte bota mbi supe. Nuk ishte babai. Gjithçka kishte marrë fund. 2. Përballja. Atë mbrëmje kur u kthye në shtëpi, Elira ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën.
Aroma e supës së saj të zakonshme mbushte dhomën. Por për Adrianin ajo aromë nuk ishte më shije. Ishte thjesht një erë bosh. Ai ul përballë saj dhe nxori nga xhepi zarfin e bardhë. Elira, tha me një zë të ngjirur, tani e di. Nuk është fëmia im. Gruaja ngriti syt dhe për një moment dukej sikur u ngrin. Nuk foli me një herë. Pastaj ngadalë uli kokën dhe nisi të qante. Adri përshpëriti ajo. Të lutem, më dëgjo. Nuk doja kur që kjo të ndodhte. Nuk doja ta humbisja ty. Ishte një gabim, një moment ku ndjeva boshllëk. Ai më joshte prej kohësh. Ai kush? Ngriti zërin Adriani. Kush është babai i fëmijës tënd? Elira shtrëngoi duart dhe më në fund tha të vërtetën që ai kishte pritur e kishte friksuar më shumë. Është Arbeni, shoku yt i ngushtë, kolegu yt në spital. Fjalët ranë si një goditje që kiqi mbi zemrën e Adrianit. Arbeni, miku që kishte punuar krah për krah me të, që kishte ndarë netet e gjata të shërbimit, që i kishte treguar sekretet më të thella. Tani, ky njeri kishte tradhtuar jo vetëm besimin e tij, por edhe jetën e tij familjare. Adriani u ngrit vrullshëm, përplasi karrigen dhe doli nga shtëpia pa thënë asnjë fjalë. Lotët nuk i rridhnin më. Zemra i digjte, por syti ishin tharë. Kishte vetëm zemërim, vetëm urrejtje. 3. Dueli i heshtur. Të nesërmen në spital, Adriani shkoi drejte në zyrën e Arbenit. E gjeti duke lexuar dosje pacientësh, i qetë, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Duhet të flasim, tha Adriani me zë të ulët, por të ftohtë. Arbeni ngriti kokën, e kuptoi me njëherë nga sytë e mikut të tij se sekreti ishte zbuluar. Ai nuk u përpoq të fshihej. Adri, më fal, nuk doja të lëndoja. Nuk ishte planifikuar. U ndodhi. Nuk ishte planifikuar, tha Adriani duke u afruar pranë tij. Vjedhja e gruas së mikut nuk planifikohet, apo jo? Është thjesht një aksident. Ata qëndruan përballë njëri tjetrit, dy burra që dikur kishin ndarë gjithçka. Tani armiq të përjetshëm. Në atë dhomë të vogël, në heshtjen e spitalit, lindi një duel i padukshëm. Nuk kishte thika, nuk kishte armë, por kishte fjalë të mprehta, shikime që vrisnin dhe një plagë që nuk do të shërohej kurrë. Në fund, Adriani e la me një fjalë të vetme. Miku im ka vdekur, që sot për mua ti nuk ekziston. Dhe u largua. 4. Vendimi i madh. Ditët që pasuan ishin më të vështirat e jetës së Adrianit. Në shtëpi, Elira përpiqej ta binte se ata mund ta kalonin këtë, se mund ta rrisnin fëmijën bashk, pavarësisht gjithçkaje. Ky fëmijë nuk ka faj, përshpëritte ajo shpesh me dorën mbi bark. Ai është një jetë e pafajshme. Të lutem, mos e urre. Adriani e dëgjonte, por brenda vetes ndjente një betejë të madhe. A duhet ta pranonte këtë fëmijë si të tijin, duke u bërë baba i një gjaku që nuk ishte i tij? Apo duhet të largohej, duke e mbyllur një herë për gjithmonë këtë kapitull të dhimbshëm? Në netët pa gjumë, ai dilte shpesh në balkon dhe shihte yjet. I kujtohej dita kur ai dhe Elira ishin njohur, premtimet e tyre, dashuria e pastër që kishin ndarë. Të gjitha ato kujtime i dukeshin tani si një ëndër e largët, e thyer në copa. Por një natë, ndërsa dëgjonte rrahjet e zemrës së bebes në ekografin që kishte regjistruar, zemra e tij u thye ndryshe. Ishte një jetë e vogël që nuk kishte kërkuar të vinte në këtë botë, që nuk kishte faj për gabimet e të rriturve. Ishte një shpirt që meritonte dashuri. Atëherë Adriani mori vendimin më të vështirë. Të mos e urrej fëmijën, të largohet nga Elira, por të jetë gjithmonë pranë asaj krijese, jo si baba biologjik, por si një njeri që nuk do ta lër kurrë vetëm. 5. Lamtumira. Ditën që Elira lindi, Adriani ishte aty. Ai mbajti dorën e saj, pavarësisht gjithçkaje. Ai e dëgjoi britmën e parë të foshnjës dhe ndjeu lot që i rridhnin në faqe. Ishte një djalë i vogël me sy të thellë që e shikonte sikur e njihte prej kohësh. Në atë moment, Adriani e dinte se nuk mund ta urrente. Ai ishte pafajësia vet. Pas disa ditësh, Adriani mori vendimin përfundimtar. U ul përballë Elirës në dhomën e spitalit dhe i tha: "Do të kujdesem për fëmijën, do ta ndihmoj të rritet. Por unë dhe ti nuk mund të jemi më bashkë. Dashuria jon ka vdekur. Nuk mund të jetojmë mbi një gënjeshtër." Elira qau, por nuk kundërshtoi. Ajo e dinte se kjo ishte e vetmja rrugë. 6. Epilogu. Vitet kaluan. Adriani nuk u martua më kurrë. Ai u përkushtua mjekësisë, pacientëve dhe her pas here kujdesej për djalin e vogël, që e quajti Adrian Junior me dëshirën e Elirës. Djalli kurrë nuk e mori vesh të vërtetën e plot.
Për të, Adriani ishte babai i tij, dhe për Adrianin, ai djali ishte e vetmja dritë që i mbeti pas një jete të shkatëruar. Kur e shihte duke qeshur, duke vrapuar, duke e thirrur babi, ai ndjente një plagë të thellë, por edhe një ngushëllim të ëmbël, sepse ndonë se nuk ishte gjaku i tij, ai ishte shpirti i tij. Fundi i kësaj historie nuk ishte një fund i lumtur, por ishte një fund i vërtet, një fund ku dashuria u shkatërua nga tradhtia, por një jetë e re solli shpresën që gjithmonë, pavarësisht dhimbjes, njeriu mund të zgjedhë të jetë i mirë. Dhe Adriani, edhe pse kishte humbur gjithçka, fitoi një të vërtetë, se dashuria e vërtet nuk lidhet vetëm me gjakun, por me zemrën që zgjedh të dojë.